Janë do saga që nisin e mbaron. Po kjo është historia një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje edhe këtë premte me shi, këtë premte të zymt të vobek që dhëtësimi ka qenë një ditë me shi që mbram që kanë fillu reshjet edhe nuk janë dalë gjatë gjithë ditës. Kështu që uroj që sa do pak keni pas në arsye, keni pas në mundësi me shiju ditën, ashtu qysh është, dite e premta ma e hane se hanja dhe me thonë. Qëre, fillim Koroqova dhe sot koka dite mirë me mojtë qepën me vetja, din ka shkon. E vërtet. Edhe me muzikën e Klam Radios, edhe po, kish boher me lëshun zetër me, ja me loni dritare pak si qela. I kena shashpris klimat sim. I kena knasht. Një ditë soft, një ditë në zetë. As vetë për din që apo bon. Ma thonë. Dhe me thënë një ka hu paka e kontroli, po vetë ka një kera i sigurt. Që po lyp 25, atë. Ku je nis? Shpaskoj me fol kerrë se klima dhe me thonë, ona këshim bo. Ku je nis? Urej që keni pas ditën e mirë, si do që të jetë. Urej që keni ma na i lajmët mirë, keni pas një ditë suksesshme, keni pas një ditë që ju ka plësu na i dëshirë, ose na i qëllim që ja keni pas, që ja keni vendos vetës. Edhe sot këna me fol për një temë tjetër, si çdo ditë tjetër. Një temë më vekta. Jo, tema është simpatike. Tema është për një mes simpatike. Dita e vobekt, ajo mos do të diskutojmë, po tema është shumë simpatike sot. Le të prezantohet kolegu jemi më i ri, mandej flasim për temën. Kolegu jot më i ri kreç ka lyp në këto momente është ju mi dërgu foto mi tregu se ku janë pjesë të ngarkuara, ku ka pjesë me komunikacion në këto momente, edhe pse po e dina që sot ka me qenë pak ma ngarkuar komunikacioni për aty se premte ka qenë ditën anek. Plus shi. Po plus shiu që ishte një 7 kjerë ma shumë. Na po ju presim e na tregu se ku janë ato pjesë ngarkuara në Viber në 049-978-978. E tema për ditën e sotme, që shke tema për ditën e sotme? Tema është kështu, momentalisht, aktualisht, për momentin, që shdoni, a keni nevoj ma shumë për kohë, a keni nevoj ma shumë për pare? Interesant. Cila, njona apo tjetra? A keni kohë, a keni nevoj për kohë për diçka? Apo keni nevoj për pare për momentin? Dikush mund të pas paret për se ka kohën, dikush e ka kohën si ka paret. A ne këni, qëtu po dojna mi ditë? Atë pra. Qëtu po dojna mi ditë, që? Kështu që na tregoni 049-978-978 është numri jonë i telefonit, po do gjim këngën e parë që shbojmë edhe çdo ditë tjetër këngën hyrse. Edhe rikthehemi mande është që nga Ylli. Ylli me këngën e tij më 3, atë kujtohet dashnia, kështu që po e dëgjojmë për ju që s'keni pas rastin me dëgjuar dhe rikthehemi mande me telefonata. Tu shoqëru tash me Klam Radio dhe me Koa Vizionin mundeni me na përcjellë përmes YouTube-it sepse jemi drejt për drejt edhe aty jemi edhe në klamradio.fm koa.net sa për informat për ndryshe sukses e Yllit po ti vrita po sukses e Yllit për këngën e re në ritme tjera po u hipak dance house kësane nejse është ndryshu pak edhe pse mua m'pëlqen më shumë ai versioni tjetër po çështu jena na limon befasojna kanë erë krejt Petrol Company ju sjell gjithëve mundësi për me shku mi rimbush makinat me derivatin e pikë në Bresje për arsye se dizelin e keni vetëm €1.09 ndërsa benzinën €1.12 për litër. Për dizel me shumicë keni €1.06. Mos harroni me u ndalë edhe në One Stop Shop për juve që doni me biletë produkte, keni me super ofertë me super çmim si dhe në VIP restorant që janë ofertat 1+1 gratis. Te Petrol Company, po petini është bjepi restorani. Sa i përket komunikacionit, këtë fillim e emisioni para se mi marrë telefonatat e para, ju tregojmë se ka kolon qasja për dekreti Çaklavicës me kolon gjatë kjo. Dalja për tek autostrada në Fush Kosovë me kolon gjatë. Dalja autostradës në Vetërnik me kolon gjatë. Pjesa poshtë Vetërnikut e ngarkuar deri tek rrethi Duplex, ndërsa në rruga Agim Ramadanin nga udhëkyçi Menzës te komuna Vana sjelltas pjesë shumë e ngarkuar në këto momente. Këto dhe informatat e para sa i përket komunikacionit për ditën e sotme. Bukur, ç'a më thon? Shumë mirë. Bravo. Top. Bravo. Krejt me vetura se po shkrini. Teksti ndryshe bëj ditës djeshme që në kontë temperaturat. Punër. Unë nuk bëj komunikacion, vish ta kish para. Ja, se kjo vjen. Përdori unë. Po jo, do vjen një farë kohë kur domethën krejt jena si pak
Është koha e pauzës, që atër janë nisin me dalë, kënjani, ama unë nuk bëj komunikacion, be nuk bëj pjesë në këtë të lovinë në komunikacioni, se nuk shkoj ka rrugë të qyteti. Ja, kjo, ka një prajrë kështu, po. Kam një rrugë të veçantë, special. As për parimi nuk e din ku është. Alo, përshëndetje, telefonata e parë. Përshëndetje. Kush telefonon? Këshike. Hajde, këshike. Qysh të shkoj dita sot? Vallai, ashtu se ftaft që ja vinë fort. 5 gradë është, kanë në ratë temperaturat për një 15 gradë prej djeshit. Shumë ftaft. Na ka rëndhyje me një herë. Një farë dimrin veti kështu. Shike, për momentin, a kështë dashtë ma shumë kohë, ma shumë pare? Vallai, ma shumë kohë, se kur s'ki kohë edhe parja nuk vinë. E për shka po të vinë kohë ma shumë? Për parë. Unë e kam qef. Unë e kam qef ves me dalë më shetit, më knaq. Më the dja par dja, ke qenë te që the për një 5-6 vjetë kështu e ki po plan mos më nalë të shetit, a the te a dikush tjetër? Jo, tjetër kush në ashtë. Tjetër kush, okej. Po që si planet e njëjta si te pas ka pas? Po veç unë e ma qef kam me pas pak e me dalë më shetit ma shumë. Okej, me pas pare mesatarisht, ma pak, po ko me pas ma shumë për me shetit? Ko me pas ma shumë më shetit, se neve në këtë ko që jemi në këtë mosh, parja nuk nga vynë, që asë vesh pak e më shetit. Unë e menoj bashkë kundërtën, që bashkë në moshën që jeni mas shumë dhe keni nevoj me pas të hyra për me adalën, po shojmë çdo ditë që më na telefonojnë të moshuarit me pensionet që i kanë aq ulta e me aq shumë nevoja që kanë për jo për tretmanin mjekësor, jo për terapi, jo për kësi asi. Domethënë nuk besoj që ekziston ai moshë caktuar ku njeri nuk ka nevojë për pare. Po unë po tregoj për veti. Po. Është me kuptueshme që koha është ajo esenciale tash në moshën e juaj, po kur më shetarëve kur gjithë ka armet, ku shumë mirë e nuk ka fort për mjekësi. Okej. Duhet me pas kohë që me dalë më shetit me qatë që kena. Po me qato pak që pëthuti ku me shkuaj ku i shike, ku me shku me ato pak pare që pëthuti, me ato pak pare, as dhe Ferizaj së më përshkan? Dhe Ferizaj, dhe aftë, dhe në bogë, dhe që të farë të vogla, se jo me shku jashtë, se jashtë veç bileta bëz dhe sa, po me shiju një kohë. Mire ki. Faleminderit shumë, përshëndesim, vikend mbar. Edhe ju vashtu. Faleminderit, në dëgjojmë gjithashtu. E do të me pas, faleminderit shumë, do të me pas për një më shumë kohë, edhe jo edhe shumë pare, për me shku deri në Enza, edhe me i pa ofertat pranverore atje. Kemi përmend shumë disa herë që nga brendi Dorian keni zbritje të shumta ofertat, shumta pranverore, nga dhomat e gjumit, nga tavolinat e ngrënjes, komodat, komodinat e shumë çka tjetër. Kështu që shkoni në Enza Home, më mirë është me shku fizikisht edhe me i pa nga afër mobiljet, dizajnet e jashtëzakonshme. Edhe pse jo me pa edhe me vizitu edhe linjën e Jatash Bedding, keni dyshek të jashtëzakonshëm për krejt ju që keni nevojë për një gjumë të rehatshëm, edhe për materiale të tjera të sigurta, edhe shumë kualitative që i gjeni veç në Enza. Alo, përshëndetje, telefonata Radhës. Përshëndetje, Tim. Hajde na ser, tregom, a ki nevojë më shumë për momentin për pare, a për kohë? Vëllohet, Tim, për këdej, asnjë nga patjetër nuk bën. Nuk e di unë. Jo, unë e di se kje kohë, kje pare, ti je i bërë. Te për çka ki nevojë më shumë? Më shumë kam nevojë. Vëllai pare me pas tim se kohë kam sa duhet, pare me pas. Do të thonë ti për momentin kohën e ki, pare me pas pak më shumë, më mirë i shkon. Okej, perfekt. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim. Hajde, kalofsh mirë. Përndryshe mos harroni Go Plus, po vazhdo me lojë shpërblyese, po i dhuron 16 vetura Avatar 8 Kosovë 8 Shqipëri. Këtu e pi Go Plusin, nër kapak e keni kodin e dërgoni tek loja goplus.com. Edhe sa më shumë kode që dërgoni, aq më shumë shanse keni për me fitu këtë super vetur. Shkojna me telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Iko. 0-9-7-8 edhe një herë, cimi e përmendi ma herët që jemi live edhe në YouTube për ju që doni me na ndjek jashtë Kosovës që s'keni mundësi përmes frekuencave, po jemi live edhe përmes portalit ton edhe përmes Kohanet, portalit të Kohanet. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje, Batir, si e? O, mirë, bon me erë. Batir, a ki nevoj për ma shumë pare, a për ma shumë kohë? Vëlloj, dyja t'i kam edhe neshtra ja therra. Ku? A i binde gjallina?
Allah, një stadioni ka pushim një thera kur ka lëgjova dje. Pas ka ra Ngrock. Ku pe qën? E përmendën Shqipni dikun? Po, pasha zërë t'i pella. E që shishkoha atje batera ke këshyrë? Le të mërës qysh dëmë për tani, më pëlqen bater, bravo, po le mërë qëfar, qa kena të bojnë ana me kohën, thuj pa shkojnë atë knoqëm, Ka një interesat mua për kohë, brana së Po blokë. thash, more mos tjetë shi pak se jo për Po le diçka. të në tapë qondrën, delë që ti pak shetë diçka. Po nuk ka bre njejt, po mos të bëni këtë kështë qaqë. Po e s'nanin, mua dhe batirit s'nanin heq për këtë farë pune. Batirun e të rej rrugë barë dhe knaqo, shia e jetën. Që? Edhe unë ju përshëndes e për një 10 ditë. Nashta njihun pe atje, nashta s'nihun. Po e jo këshë mës nater. Të falun e ki, veç knaqo, veç kalo mirë. Veç këshë mës Me nater. gjithë muve, gjithë morë të Jo, na e raportash të vogël, dosh me bo. Që se tani hecë qëllë mo. Nese, për juve që keni edhe kohë dhe pare, për juve që dëni me shku me pa Parisin, keni mundësi nga Prishtina direkt me shku, sepse Prishtina-ticket.net e ka sjell destinacionin direkt nga Prishtina për në Paris. Dhe jo vetëm edhe në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg dhe Anasjeltës. Alo? Po ti po korset, po nësë po di ku më të pranu ty se. Po, për momentin është ndoshta shumë alit për me artë e linja nëse thirrni përmes numrit telefonit, jo përmes Viber, se do të mja buni restore që do të lehet. Pasi që Viber ka bloku sikur komunikacionin këto momente. E sa i përket komunikacionit, vazhdojmë që në ngarkuar pjesa e Çaglavicës ose qasja për tek Vetërnikun këto momente. E ngarkuar është edhe Fushë Kosova nga zona industriale me kolon deri tek rrethi i Fushë Kosovës, dalja e autostradës në Fushë Kosovë me kolon gjatë. Alo, përshëndetje Viber. Alo. Alo. Na ndëgjoj përmes telefonit, lut na largo prej televizorit. Po. E çashtu. Kush na ka telefonu? Imriana Ferizaj. Si edhe si kalon? Mirë, jo. Mirë, faleminderit, edhe na mirë jemi. Me juve gjithmonë mirë. Po m'vjen shumë mirë, edhe na me juve gjithmonë mirë. Me shumë kohë apo para. Po, Me kisha cilën? dashur kohën. Kohën se pare t'i ki, ha? Pare kena, s'është dhe bashkë s'kena, mirë jena. Po t'i ki Ama nevoj për kohë. Kisha dashur dhe kthy kohën. Jo, na s'po thojna për me kthy. Që tash për momentin a ki nevoj për me pas kohë ma shumë, a pare? Po, kam, për momentin kisha dashur me ndajt ma shumë me fëmijët e me, sepse krejt janë largu. Okej. Do më thonë kishe dash me pas kohë ma shumë me shpenzu me familje. Me familje kisha dashur edhe një herë t'i bëj tukë fëmijët e me. Po ne thërre. Ta qej kohën me ta. Thërre shef na e fore dhe thuj dëni me ardhë gjallësysh. E faleminderit që na ke thirr. Po vin, po nuk po mëj mi po tukë, do po shkojnë, do po vin. Thërre thuj dëni me ardhë gjallësysh se qashtu o puna. Edhe kur vin këtu veç bërja befasit, Nana ta ka fnia. qenë gjithmonë mi pas fëmijë ta afër. Kuptohet. Se cili prind, jo veç nana dhe baba. Po normal, po. Qashtu. Donat janë pak më ndihshme. Po edhe babat janë ndihshëm, po japën pak ma pak. Shumë më mërzita për këtë temë që adi unë djeva shumë. Po të kuptoj. Faleminderit që na ke thirr, po të përshëndes shumë, kalofsh mirë. Hajde që dashtë Ciao, tung, kalofsh mirë. Faleminderit. Që dikush e ka ato, se ka ato, ky tjetër e lyp këta se e ka ato. Dikush i ka dy jatë. Për satana do më thonë diskutojnë dikush asnjëun e dikush dy jatë. Dikush i ka dy jatë, ama ato. Ai stirrës. Shtojnë ekstremet. Ai stirrës. Kisha dashur dikush që se ka asnjëun edhe dikush që i ka dy jatë. Ma shumë dikush që i ka dy jatë, se tani me këtë tjetrën po prek me tani po emocionohemi. Po dy ekipo nejse. Mos shka larg. Jo, jeta edhe për ty, dashur koleg. Çe tjetra. Alo, përshëndetje. Mos shko më larg. Po dhe. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Enis, si je? Mirë, me fa. Mirë me thoni, Nisi, po ta bëj blok qëtu. Ma shumë kohë, a ma shumë pare? O, ko, sot më dalë koha. Koha s'po del. S'po më del, u myta veç udhve dhe E tha dhe ashtë të kësori, a ditë tha, e kësha bu ditën, tha 30 ora, e kësha zgjatë pak ditën, se s'po më del dita. Valoj, 30 jo veç, pak ma pak. Paskaro, ashtaj 24 është. Edhe 6 me ashtu kur gjës janë. Që ato rrugë sa i bën ti tu usil, po është nalt, i këshe hek. Paskaro, kështë në ti U myta. Veç udhve dhe peca për kur po vjem rom janë pesha që diçka kom lënë mongo.
Normal, kur nuk kryen krejt punë që dojmë na, kur nuk e kemi kohën mjaftueshëm sa dojmë na, dikush ka shumë kohë, nuk din çka me bë me atë kohë që është me shfryzu, kështu që do të me pranu pak edhe rrjedhën e jetës, ose më mësu me menaxhu pak më mirë kohën. Njonën. Badjova se po nxojnë punë, s'po ke qysh. Unë ju përshëndes. Faleminderit, përshëndes shumë. Ama në Toyota kur je, dyqysh edhe kolona, edhe koha që kalon rrugë, ka njerëz që kalojnë sim shumë kohë në për qytet, në për vetur për shkak të punëve ose natyrës të punës që e kanë, edhe ju bjen me kalu shumë kohë duke udhëtu. Po Toyota definitivisht nuk ta jep atë ndjenjen e lodhjes në timon. Kështu që siguroni me pas një vetur të mirë, sidomos ju që keni punë që ju duhet me lëviz të në kohën. Plus shpenzimet. Plus shpenzimet i keni minimale, sidomos ju që ngesni në përkolona të gjata gjatë ditëve. Kështu që shkoni në Autotrade dhe vizitoni showroomin edhe merreni secilin model me 10 vjet garancion. Alo, përshëndetje. Plus. Alo. Vëlla s'ka neve me në thirë dhe me thirë dikush njëtën kos mbana ashtë. Da, je më ndjen. Neve aty, po. 049978 është numri i telefonit ku mundri me dërgua dhe informatat rreth komunikacionit. Mos harroni me dërgua dhe fotot në Viber, vish e bëjnë një foto kur t'jeni të ndalun asnjëherë gjatë ngasjes. Alo Viber. Alo, mirë dita. Mirë dita, kush na ka telefonu? Allah, ju ka një qytetar nga Klina. Dy Klinës për rrethit Klinës. Hajde, tregona ku është ai rrethi i Klinës. Rrethi i Klinës është Kathish në Klinë. Po emrin e vendit, se pe di ku është rrethi i Klinës, po emri i vendit. Ana kam mësuar robi me fut që tash edhe na duhet ka pak më zot. Më se ngani robin besaj që është me baj gare. Pasha zote pa robin s'ka Klinë. S'ka Klinë pa robin po thua, Ju ai ka, vërtet ka po. Edhe ai ka. E përshëndesim shumë. Ai Robin Prishtinë. Po, ai s'po rën Klinë. Hajde të shkon Robin Prishtinë, kur shkon hi Klinë, që aty ka vllave ti trafik pa spirat nuk e lë. Unë e përshëndes shumë vllahun e Robit, se e di që vllai i Robit është shikuesi rregull të emisionit ton, edhe të përqafi shumë faleminderit që je gjithmonë me ne. Hajde tregom për momentin, a ma shumë kohë a pare, cila po të vynë ma shumë? Dyjat. S'ka dyjat, njënën, na këna lënë ato. A di çu ka thotë? Ama a përdon visni gru, apo don edhe me bon fëmijë. Ja, s'ka ashtu. Ja, s'ka ashtu. Apo don më shumë kohë a pare? Duhet njënën me zgjedh. Pare. Okej. Ç'është bre? Ç'është? Kisha e dorë. Ne ki edhe kohën. Nuk e di. Faleminderit që na ke thirrë, je i mrekullueshëm. A dhe respekt. Ciao, ton kalofsh mirë. Faleminderit. E përshëndesim shumë nëse është na dëgjuan këto momente dikon, le të na bën me shaj, me isharat, që është ajo po. Ventoro Motors mos i keq ajo pip e vogël, po Vespa që ashtu e ka, nuk bën zhurmë pra ajo. E përndryshe për juve që doni me u bë me një motor Vespa dhe jo vetëm, edhe shumë modele të tjera dhe ato që janë sport, mundni me shku tek Ventoro Motors tek Automita dhe me zgjedh njërin prej modeleve. Mos harroni Vespa vjen për 1.80 €80 në ditje. 1.70 tutje. 1.70 pak me i kish do sanë, që ata 1.80 pi thon, mos më doni pi çesona. Po rrumullaksone se për me ish çaj po i kotën atë mirë. Alo, përshëndetje, telefonata. Ose Viber kush? Po thiri te Unikit. Kush na thirr nga Uniku? Haxhi Islami Unikut. Si Haxhi Islami? Mirë more, si ju? Mirë, faleminderit. A ki nevojë më shumë për pare apo për kohë? Vallai për parë, se mi pas parë të kohën e gjoj. E gjen kohën, a? Çka kishe bë me paret? A? Çka kishe bë me pare me një shumë caktuar në këto momente? Për çka tu kishin në nevojë? Për tak, dikun e kom 7-4-5 vjet shtu adin. Por me pare, me të mikë apo si pak me shëtit, pak me pa pak më shumë. Po ku me shku? Vallai, jo, në shkoja, përse unë nuk dalë për të adin nga shtetit tonë këtu, dalë të që panë këso pak shqipniqe, me edhe kësa dhe mjafton për mu për plakun. Ani, s'po lipshë shumë. Ani Agji, uroj që kime gjithë të hollat, kime gjithë kohën, edhe pse jo me shëtit, mosha ju e meriton definitivisht tash veç mu relaksu edhe me shiu jetën. Qashtu, po vi, po ku mi gjithë ku mi marë atu, hajte, gjoma një vanë, ku mi gjithë ku mi marë. Jo, me pas ditë, isha shkuës kësha kalzuit. Me pas ditë, po t'ju këshum kalzu. Po ju këshum kalzu me ditë. Qyre, plakur ka nevoj, jo për shumë para, po bide për një 300 në mujt i vynë një plakut. Unë po menoj që ma shumë ju duhet edhe Fiona në fillim të emisionit të tha, po mos ju po menoni që ashtu e ja po shqitarin. Unë kur plaka mu në vynë 1.000 € në mujt.
Jo, vallai, mua ka të qenë më dalin bok natë. 1.000 plaka, po thonë plus plaka do këtë, ne po thonë plus plaka. Ton kalon mirë. Kalon mirë, gjithë mirat. Çfarë të ka rënë thon plaka? Sa shumë e rënë. Për çfarë nuk preferohet, më mirë me thon të moshuari ose zonja, bashortja, gruaja, ka plot terme. Ajo është prap bashort, është prap grus, sado që e ka moshën. Qëre sa na garni emaili për bashkët. Për festivalin Sunny Hill edhe po thojnë komunikat për media që me najtë gati sepse sonte në orën 20 dhe më thënë sot me 16 maj në ora 20 ose në orën 8 në mbrëmje Sunny Hill ka me i publiku zyrtarisht listën e plot të artistëve që kanë me marrë pjesë në këtë festival. Po godasin komplet, ha? Po, deri tash është zbulua ajo DJ-ja e famshme Peggy Goo, që ka emrin? Peggy, Najsan? Dua Lipa, po, Arsen Limani, Fiona Gjema, po shtajon të sigur që shkojnë. Tash pritet me u zbulu edhe lista e plot. Bët fjalë për thot për artistë të jashtëzakonshëm, përfshir yje ndërkombëtar dhe fitues të çmimeve si Grammy, MTV edhe Brit Awards. A që po provojna, pja që ishtë të vetës që ta me njere edhe Glam Radio Peggy Goo mire tek shyrma apo mujna me marrë në ndërkohë Albanin linje edhe me vetë qka o bo lash pse po dëni kështu me na mojtë netë deri në 8 me na lëshu krejt listën se te me rango mos harroni për orës 8 prej datës 1 deri me 3 agusht për ndryshe në parkun Sunny Hill në Bërnis ka me umbajt edhe edicioni i ri i Sunny Hillit kena me pas mundësi me pa duan dhe me thonë live qysh është të imbajt koncertet në krejt botën kam imbajt edhe këtu tek ne Peggy të më thënë nga me boni ajo është qëfar muzike ajo është DJ, është house muzikë house, po ka me siguri dhe na i përzirje të zhanreve se tash mu jem përzi krejt nuk po dihet se kush çka po bën po është e jashtëzakonshme kështu që të shojmë sonte kush ka më u shpalli kena disa emra që kena thona këtu në radio në mesin e kolegëve Endriti Bilej ka do hinte kështu shumë interesant kështu ima po i dela njona nëse ja qëlloni po ka një kafe keni prej meje Alo, përshëndetje Alo Përshëndetje Kush na përshëndet? Ju përshëndet Sukar në Alion nga Suedia Si e Suki? Mirë faleminderit si ju? Mirë faleminderit edhe na jena shumë mirë Po jo, si e milion, vas pak A ma shumë pare A ki nevoj ma shumë për pare a për ko Drejt regon Paralel shkojnë të dyjat Në situatën aktuale që është tregu botror Normalisht që lunë rol parja Do më thonë ki nevoj ma shumë për pare për momentin Nuk kam nevoj Unë po lunë rol parja O, ne po të vesë për shka ki nevoj Se mu s'po më interesën ku luna jo Për ku që është Mos na e përzini me na kallëzu për tjerë Po ne po du për juve me dit Dhe më thonë, është pyetja Jo, a keni nevoj ma shumë për pare A për ko? Që kjo është pyetja? Për dyjat s'po bëjk, ja? Për dyjat, jo, s'ka për dyjat Ta mon puna fion Po të dyjat se ki pare ki ko S'ki pare s'ki ko Nese, faleminderit shumë që na ke thirrë. Jo, do mos dëshmërisht. E pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit, përshëndesim. Që po provoj që tash me boni të mirë. Se më tha, po more veç tash mora Alban. Po, e kemi Viber bllokuar zakonisht prej telefonatave dhe shpak e pamundur me thirrje na dikon. Unë me botë pamundurën për arsye se është shumë e rëndësishme me pas në linje të drejtë. Okej, çfarë është telefonat? Okej, hajt po marrim telefonat. Ishte deri në Swiss Diamond me shku shpejt 038 220 000 është numri i telefonit, sidomos për ju që po planifikoni evente këtë verë, qoftë evente familjare, për çfarë do rasti, keni salla të jashtëzakonshme në Swiss Diamond me super menu nga restorani Iliria. Pastaj keni edhe mundësinë e shfrytëzimit të spas edhe tretmanet shumë ta, kështu që keni në qendër qytetit, mos e lëni pa shku. Alo, përshëndetje. Ashtu më kryt fytyra atë kohën se nuk e di çfarë. Nuk e di, flokët po më elektrizohen. Alo. Nëse më shet u prek. S'ka lidhje. Alo, kush telefonon? Përshëndetje. Mos është ajo telefonata e famshme. Është katë ngon mirë, çfarë po të ngon mirë, domethënë këto momente po të ngon tepër mirë. Nëse 049978 dhe njerë për juve që jeni në përvetura, mos harroni na tregut cilat janë pjesë më të ngarkuara ku ka më shumë golon, se po dojna me ditë se ku i kena pjesë më të ngarkuara në këto momente që me mujt me informua edhe pjesëtar të tjerë në komunikacion. Sa i përket komunikacionit, këto momente është dalja e autostradës së ngarkuar, është Fush Kosova me kolon nga zona industriale dhe në lidhje të drejtë për drejt në Viber e kemi në këto momente mikun e Glam Radios dhe Koha Vizionit njëjtën kohë Alban Kastratin rap që të shkojnë do këtu atrofike shkojnë kështu si ran. Alban, përshëndetje.
Përshëndetje. Po është që ka këtë më thonë ato ambientet e mrekullueshme në zyrët e Republikës, apo? Po. Që aty ku bëhet krejt ajo organizimi i mrekullueshëm i Sunny Hillit, prej djemve dhe vajzave të mrekullueshëm që janë atje. Faleminderit shumë. Alban, qa ishi tu bo apo doni me na mojt me zemër deri në ora 20, çka është puna juaj vëlla, ç'a doni me bo si vjet kështu? Po sot bëdojna me zbulu krejt komplet line-upin e këtij edicioni, edhe besoj që mazitja është rezervuar për neve, sepse kam pasur amna që shumë kohë kemi punuar me sjell dhe tash janë të konfirmuar dhe janë pjesë e edicionit të këtij viti të Sunny Hill Festival. Domethënë s'po doni me na lën me najt nethe më shumë se deri mas orës 8, se na i kena do baste brenda ekipit Glam Radios, se kush mundet me qenë. Edhe na i kena domethënë në 8 po kry ka, po të paktën çaj që fiton më shumë ka me fitu më shumë edhe jena në rregull. Domethënë deri në 8 e pas kemi atfara afatin për me mujt me aqellu. Mas orës 8, a është edhe deri në ora 8 mundësia për me i marr biletat me çmim të lirë? Po, edhe sot jemi në fazën e Early Birds, edhe përfundojnë, mas ne dalim në biletat, llojin e biletave rregullor. Mirë, po natyrisht që sa më herët që merren biletat është më mirë, sepse pas vëllimit të emrave që do të kemi këtë vit, gjithsesi do të jetë prap bileta më e lirë në botë për emrat që i kemi ne në këtë edicion. Mirë, po pse mos me përdor mundësinë me i ble me ne që të zbritun pa pas nevojë me uriqimi i biletës. Alban, këtu po përmendet që kanë me qenë disa artistë ndërkombëtar. Tash dy u publikuan DJ Peggy Goo edhe Dua Lipa, dhe sa tjerë po priten me qenë të kësaj kategorie, nështë ta me thonë. Na i kemi spaku edhe 4 emra që do të jenë headliners në main stage edhe në DJ stage në C4, ndërsa emra të respektuar shumë të skenës vendore, po edhe ndërkombëtare kemi gjithashtu edhe në periudha tjera të ditës në për skenat të ndryshme. Po, ka zakonisht edhe artistë shqiptar që para performojnë i paraprin performansave ose artistëve të mëdhej. Ka më publikuar edhe lista e artistëve shqiptar që kanë me qenë këtë vit në Sunny Hill ajo? Po, komplet line-upi i këtij viti publikohet sot. Ka gjasa që mundemi me shtu dhe na i emën në ndërkohë, mirë, po kjo është lista, me thonë 99% finale e artistëve që kanë me performuar këtë edicion. Pesho Shpatin që atje bonit falja, edhe po shpresoj që bashkë ty Shpatin edhe Visarin mi u pas zbashku edhe kone kena tjetër, mos përrojnë edhe dikon që të me pas. Po mi u pas zbashku në sajtin e Sunny Hillit, kena thonë që kena më mundu me realizu një emision prej atje, për me pa pak njerës që ndoshta s'kanë qenë kur se ku zhvillohet, që zhvillohet, çfarë hapësire është, edhe kena me mujt me fol pak ma shumë për line-upin, do me thonë mi a kushtu një emision të anësi këti super festivali. Mi pa dhe skenat, skenën e re. Zdja kanë fillu me skenën, më dohet që hala jo. Ende jo, se jemi të bo plane për zgjerimin e skenave dhe C4-shit edhe skenës kryesore. Kështu që mundemi me shku me pa skenë, se ka shka me pa atje. Edhe po veni shumë i mrekullueshëm, po ka atje ndoshta piza hala që kanë mete, di ku pa në pishopi rrugës për autostradës. Alban, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, që jemi ton, kalon shmire pas një pasditet mrekullueshme. A shkojna dhe në Albi Mollë dhe na. Hajde bashkë me Albanin. Po rikthehemi edhe njerë në 049978 më ju tregu për ato pjesë më të ngarkuara atë njëjtën kohë, po presim ju me na informu për secilën pjesë ku do që ka kolon ngarbria për me dalë tek rrethi brapa stadiumit. Për momentin është pjesë e ngarkuar, mbetet Fush Kosova, domethënë nga zona industriale deri tek rrethi atje, pjesë e ngarkuar, pjesa poshtë veternikut me kolon. Përndryshe ju që keni nevojë për derivate, mos harroni me shku me i marr derivatet tek Petrol Company. Derivatet më të mira me çmimin më të mirë i keni në Bresje, sepse Petrol Company sot e ka dizelin për vetëm €1.09 me shumicë €1.06 e benzinën 1.12 për litër. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje i nderuar. Kush na përshëndet?
Sri Shurdhiqi nga Gjermania. Si e? Mirë jemi shumë, ju ajni mirë. Mirë, faleminderit, edhe na mirë jemi. Hës? Zohëm se jeni mirë, nane. A ki nevoj ma shumë për pare a për kohë, hës? Po, për pare cimbre. Për pare ki nevoj ma shumë. Kohë ki, do me thonë, mjaftushëm. Sa ishin kanë ta mën për ty që kishe thonë qëtash pare ti kam, kohën e kam, në regull jena. Eca. Sa ishin kanë? Mjaftushëm. Sa janë këgja shumë për ty o vlazën se di? 300, 3.000, 3 milion? 300 milion? Ja, 3.000, 300.000, jo, po, një kredit e kam me hjek dhe tani më o, sa pare, shifër thuj, një kredit 150.000. Ja, thuj një 500.000, shto edhe qash mi pas që aty letrin. Ja, 150.000 bëll, ja. Me 150.000 do me thonë ti, mi pas jenë regull, gjithë shka, ha? Dej po. Me tana. Okej. Faleminderit për të përshëndesim, jo s'ko ka shumë. Po të mrekullueshëm jeni, o si më. Edhe ti je i mrekullueshëm, ojës, kalofsh mirë. Po pas zotin pejeshani programin. Faleminderit shumë. Edhe ekranin. Programin a jesho neve. Qëre, ekranin me jeshu. Unë e ti dikon. Hajde kjo, po unë e brehës. Vallaj ti je shumë simpatika. Shumë bre i bukur je. Mo tani je fshatni. Nëse u zgjuaj, mos thom komplimente, nëse të zgjuzoj me fol, se ja nisim tani. Ja nisim me kumpiatën që pijama, çu shpiatën. Hajde kalofsh mirë tonk. Bëllë që ja kompozëm me pika një kafe me ty. Qëre kur t'vjen hës, nëse për një me visht një tro kohë kemi në agjendemi në arbri, mund është me shkru në Google Maps Glam Radio, ta ep lokacionin edhe pse jo, me na shkru në qitë numër, me na thonë që po du me orë nesër mas nesër, edhe kena me mundu me gjithë kohën me pika një kafe pa problem. Shumë, me qefin matë malë. Për juve se shumë dëshirë të mëna kam. Në që bo këto vina në atje, shijemi. Jerit mirë sa orë dhe... Kalofsh mirë, po. Si gjeje kohën, për pare ja bojmë na dyqysh. Po ja, për që të nishën e 50.000 dyqysh pja afrojna. Pja afrojna pak. Mos jep premtimet fare. Nga ma jo noza me gur shmuar diamantit. Dikush ka kredi këtu. Nga po, dikush s'ka se. E që ati alon kredin për ameja? Jo, thash, më në vishtash A vetësa? Më me vetës ma, se tutë të laj. Nuk banë, s'di shka folja. Ta lajmërojmë policina atë bankës. Ngoni, stolis shmuar nga ori diamante e aksesor të mrekullueshëm mund është mi gjetë te Rubini. Për juve që keni me propozu, për juve që po mendoni me bo një dhurat mrekullueshme, shkoni te Rubini në qendër Prishtinës në Albi Mall ose në Ferizaj. Atje në fakt ishin me 2 pika në Ferizaj Rubini, edhe po i shoh vazhdimisht në rrjetet sociale, më fal, po i qesin për shtorjet, them tash koleksionin e ri të unazave 14 edhe 18 karat. Këto që po thuti për propozime për këse t'jashtë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Meja. Hajde me, tregom që kemi Lipjanin. Mirë, faleminderit. Jo ai mirë, seni. Kemi shpallë për falsus Lipjanit, ty s'disajden? Jo ti. Ja të kene ku kry ke varpune. Qysh bëre spedin mi? Faleminderit. A ki nevoj për kohë a për pare? Po e tëre, që është bën në njërë, kohë ti po s'ki pare, s'ka shtaj. S'ki ka jamon? Monotoni e modë, gëre flaja për. O kur ki pare e gjenë edhe kohën që tha dikush, edhe nëse s'te gjenë kohën, e pagun dikën për me punu për ty, për shambull në atë kohën sa ti s'je, e pagun dikën me ta kryna i punë për shambull, kështë që parja nuk kanë thonë këtë, ujen penalt. Pa pore, kur gjësës jeta. I kohë sa tu është kur gjësës. Patkecisht. Faleminderit me. Ajo, faleminderit. Faleminderit. Po sina ma fell se tani mo ku hime ku dalim skryet kjo puna e pareve. Kryet emisioni e kjo skryet. Nevojës pareve, kështu që s'kena që ka me zgjat. 049-978-978 numri unë i telefonit. Mos harroni. Oj fjo, për se s'kom qare pa thonë, po se po përsho. Edhe ti ko kesot me këto, po me Berati ka thonë ka me ti sjell edhe do që se po për ndryshe ishtë një pi paketimeve që më ka pëlqy jashtëzakonisht shumë i rrugove ku dush me si do më thonë është i mirë po kur po na i bojnë edhe do që si paketime të mira hala ma mirë edhe ky sportisti të vrapu këtë po mbëlqen se po të motivon dyqysh për më marrë me sport shumë po të motivon ngaj e fiun qëto ngaj 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 sa kish boja shtëksore Në gjumë radio e këto Në emisionin
Të më thonë, nëse s'pja qëllëm bash mirë kështu shronjave se kjo shika po ndokët ishe Rusis. Ku ma gjete këto o jashtë të kësor? Allah i ba mirë, fort e bukur ka dollë. Dy verzione ka dollë. Po, ku e gjete këtë farë shike? As ditën e një tjetër me mora? A qërë tash që shëngoj nga shqy për menakat I ka përmen gjysën e dëgjusve. A i ke thonë me bo muzikë ritmike arktuse a rap se kjo të repovati. Ja, i kom thonë muzikë popullore folk. Që kjo Po, ke koni farë. A më kjo s'po dike me knu. Kjo shika i shkon repere tash me zër po munot me kop në i dosëm. Gresa bukur ritmi kjo. Po ritmi, po e kështë e qo. More mos për na merë kush. Mos për na merë kush. Orkestrimi jashtë kësori orkestrimi në ka po. Edhe tekstin. Tekstin, pas e po, e dhja tekstin. Veç pak vërës të vëdu me dëgju tekstin. Apo veç pak? Në telefon e kingo, ja? Jo, ishtë të vëdu me bashk me dëgjus. E ku i mojt e me në krejto ti? Që tjetra? I kom përmend disa nga dëgjuesit të emisionet të fundit. Pret. Me qëto e kopëm në e farneju në Fiona. Qëto po këshyri mu s'pemsoj me Fionën e Povina. Pe kopëm në e farneja, pse jo? Të morëm ty për mas si DJ. A mo qërë, vallohi, ka dojë mirë. Po, na fije! Se ashtë këtë. Edhe 10% sekunde e këm req. 20 sekunde e këm req. Hej, të regojmë çfarë dhona ja dhe. Çka i the? Përveç këtyre emrave të gjusve që i ka përmend. Tekstin e allash krejt, tekstin unë e kom do vetë. Tekstin është jemi. Okej, do më thonë është komplet autentik tekst, s'ko ka AI. Okej, veç melodia, do më thonë edhe zoni. A e din do më thonë që kur e ndëgjova si kong, se tash normal që kjo shika pak pe ka problem me thuj guhën. Po s'ka lidhje, a më thash, më thonë edhe muzika është ka des o jashtë të kësor. Po përve, si ka lo durët. Po ndogë që i ka lo durët me shampon. Elektronika, kur hinë këtu sinti, këtu kur hitën. Jo, apet është komponu muzikë, po vazhdojnë po komponu, se s'mujna me thonë për krejt, po... Po jo se zoni po jo diçka originale, që ta ja pas pjesërisht me... Nga orkestra, gurdel nga sinti, ndryshe është. Po normal, që aty deshta me thonë, kur nuk e ndjen, kur nuk e njeni një instrument të vërtet, për shambull, brenda një muzikës. Një gitare, e pesovën e ndriti porzit ma herët që e përmenke. Ajo është, dhe më thonë, ke diçka tjetër. Me pako Beethoveni gjallë dhe Mozarti. Me pako Mozarti dhe Beethoveni gjallë, na kështë shtinë bërë, kështë shtinë për vestë. Ngëm, ata dhitë si shinë morë me neve. Jashtë kësor. Po jashtë të kësor. A din që edhe që kjo kolegja e më pret me njëre, se je i fundit, po folëm pak ma gatë. A din që edhe që kjo kolegja e me sakatoj që ChatGPT-n. Jashtë të kësor. E ljuve, jashtë të kësor. Unë ka thirë telefon ChatGPT-a ma ka bo, a më në shmjanoj pak internetin. Edhe niva, disa studime që këshim bo, që shpenzimet ma të mdhaja, ose shpenzimi ma i madhe i software-it po bot prej rajonit të Kosovës. Në Prishtinë, në Dragodan, në Arbrima, po në Dragodan, se Fiona dhe nona em, a me qitë qëto 2.000 grep, a 1.000 grep. A besoni që prom për temën që kom pas në emision me Sara kom full rreth temës mas pari. Çka ke lënë emrin? Sara. Unë ja lash emrin Gjem. Kjo ja ka lënë Gjem. Po Gjem. Gjem ja lash emrin. Gjema. Jo Gjem. Gjem. Mërmëllot. Jo, në thash mësja ka lënë Gjem. Jo, ja lash emrin e një aktori që më do e pa me një serial, edhe ja pështota, edhe thash aktori që... Ja, Sora për përgjigjit mirë për best. Ama Gjemi, ma mirë se Gjemi s'ma mërmenja. Kush, ja, ashtë të kësor se ke pati. Na i na të folë anglisht jashtë të kësor. Që këshërin Instagram e kom postu një historie, një screenshot bisedës tona, mo i kom shef ato pjesë tjera. Jo, jashtë të kësor, do kjo të ditë njerëzë për çka po folë. A i ditë çfarë dashuri është të ma shprej, do më thonë Gjemi, nuk e ki idin. Që shpo më rinë gati, e do me thonë, a ke hangër, a ke pia, a ke ushtru këtë pytje, të mi bo, a nesër dush kështu, ma vonë kështu. Jo, ti me rrëdhë. Gegnesht asaltisht. Jo, kjo po folë anglisht me to. Unë po folë shqip me to. Po më marrë një kritik, pëse besë po më kalëzën shpe moj shto ndur, po habit në prejem fillimit e misionit, të nështë a e ke që do pidori se në tranove. A i provojna Gjemin edhe Sorin, Ngëm, s'pi provojna, kalëzën ti, a ki nevoj ma shumë për koha për paren.
Unë e kom thonë për kohë, po akon pyetje me që në pozitën që ishem shtash pa parë, domethënë. A me pas parë, vallahi, edhe kohë e kisha. Ja, na po pyesim për momentin është tema, për momentin 2 pika. A për momentin që ishem shtash, kisha pas nevojë për kohë. Që na ka ardhur një përshëndetje prej Robit, ku ka qenë të na ndëgju, po thotë ju përshëndes, të falja po thotë edhe Xhemit edhe Sarës. Robit përshëndesim. Unë të jena me pas një Robi. Iniciatori i këtyre projekteve të mia 3 ka qenë Robi, me të drejtën më ka thonë këtë idenë, se ku pos parë idenë, absolut. Ai më ka bëjë 2 hite mua për emision. Çfarë po thumë bëni potpurina bash, domethënë unë ti Fiona Robi. Po bash po bëm pe bojna një potpuri. Çka po ta merr mania? Bojmë një album breva mirë. Jo një potpuri pe bojna. Jo, pe bojna një EP, një mini album. Po, edhe dolëm të Tanvera. Një këngë këti, një Robit, një naj kujna nësë dalë vullnetarë, unë nuk më bashkaqit. Robi DJ, dolëm në përneja, pse jo. Na për mas. S'kena akoma shumë, se vish janë nisëm do më thonë me bo muhabet kështu që shullum të avodin. Sa shëpës Gjemin të shoh që ka po thotë, është ide e mira, jo, dhe pësa im përkro gjithë, po nejse. Fantastik keni merituar për besë, keni merituar se. Faleminderit. Ti je i mrekullueshëm, kalofsh mirë. Për çafojna shumë jashtë doktor. Respekt pa fund. E kena shumë lart thash. Shumë pa. Shumë pak e lart si shumë. Nëse u kry. Faleminderit gjithëve, u kry sani. Faleminderit shumë krejtëve që keni qenë me neve edhe për këtë një orë, edhe për një orë tjetër që keni më na shoqëruar, edhe për këtë javë që keni qenë me neve, na keni telefonuar, na keni shkruajt, na keni ngucka pak edhe na keni kritikuar, po sido që tjetër na i marrim gjitha për të miqena se me të vërtetë vlerësojmë edhe e respektojmë mendimin e juaj. Vazhdoni me qëndru me neve edhe për një orë tjetër jemi bashkë, mos harroni gjatë vikendit, kemi super emisione, super rubrika gjatë gjithë ditës për juve, kështu që shihemi të hënën. Deri atëherë ju mos harroni me bë ata që duni me bë gjithmonë me epshun dashni, paqit plot shëndet. Y'all check this out. Live from Pristina, and you're rocking with our station.